Futbolli është aktivitet sport që duhet jetë në funksion të transformimit të statusit biopsikosomatik të njerit. Kur e lidhim me agjërimin, shpirti duhet jetë, gjithsesi materia duhet jetë në funksion të transformimit shpirtnor. Mësimet profetike, Muhameti a.s. ka kërkuar, e kanë nxitur aktivitetin sportiv me sport, sepse njeri është më i fortë. Edhe te krijuesi është më i dashur ai që është më i fortë. Përkundër edhe ai që nuk është shumë i fortë, të dytë janë të dobishëm për Allahun. Por megjithatë sporti gjithmonë e zhvillon forcën. Forca së pari është mendore me materie, mandej është muskulare, por është edhe shpirtnore. Dashte pa dashte, duhet të ndalim në librin hynor, se është metodë konstante që tek njeri duhet të arrihet. Profeti durimin e ka pas mjetin më të fortë në jetë. Prandaj edhe në sport duhet të kesh durim. Vjen te zemrimi, vjen te incidenti, por rikthimi më njëherë, do të thonë mekanizmi po të rikthen, po pendohesh, se nuk është kjo botë e përsosur. Këmbgulja, kemi ekipe me virtyte të tilla si Gjermania, për shembull, që i ka mbetur ky mit që këmbgul deri në momentet e fundit, deri në sekondat e fundit. Agjërimi është diçka i veçantë, ndjenjë e posaçme që duhet të depërton fuqia hynore, fuqia drita e Allahut, që ti me ndi prezencën e krijuesit ku të shkojsh. Edhe në lojë, edhe çtu, edhe ka të shkojsh, sepse janë përcjellje të diturisë hynore, ka të shkojsh. Se ai është krijues, edhe i materies, edhe jo materie. Prandaj, vetë dominimi, durimi, sinqeriteti, ndërgjegja, fisnikria, bujaria, të gjitha këto vlera i mungojnë njerit sotëm. Pra po në sporti i zhvillon me të madhe, pse duhet me kuptu një relative. E pa mundu mos me pas, po dhe një incidente të vogla e tjera, zemrohet njeriu e tjera, por me gjithate, nëse ka depërtu fuqia hynore, ti me njëherë reagon në mënyrë humane, në mënyrë njerëzore, që do me thanë, natyrshmëria e njerit nuk uzon me të kaluat edhe pse njeri nuk është i përsosur. Por që do qoftë, agjërimi është diçka i veçantë, për hir të krijuesit po agjëron. Tash nëse çaj mekanizëm të ti funksionon, ti e ndin atë mundimin, po ai mundim është ripërtrirje shpirtnore. Prandaj edhe lojën kur e kryen, që duhet me përjetu, me ndjenja, me emocione, përjetime, gëzime e tjera, por krejt në kuadrin e asaj çka është konstant. Profeti na mëson se është mësuesi i gjithë njerëzimit, për shmëri krijes e krijuesit. Prandaj edhe sporti duhet të jenë në funksion të këtyre dimensioneve, që me kopju modelin se ai është më i dashur i Allahut, gjithsesi mësuesi më i madh i historisë njerëzore, i krijimit, edhe të botës përjetshme, po edhe të botës relative, materiale tjera. Kështu që modeli nëse zbatohet në jetë, në sport dhe çdo kund, i profetit me të gjitha vlerat që vetëm krijuesi që ka ditë, atëherë na jemi bukur afër asaj që ka kërkon besimi islam. Dhe më thonë, është natyrshmëri, dituri qellore, nuk është dituri e njerëzit. Është dituri e natyrshme, nuk është nuk materializohet e tjera, por dituri që jep esencë edhe ekzistencë edhe ekuilibër në këtë univers. Ajo është këtë muajin e agjërimit që ajo është kapitali kryesor, fitimi kryesor, produkti kryesor që cilësia e njerëzit, jeta cilësore, në përputhje me parimet e krijuesit, me domos duhet të shkohet për një mënyrë permanente që ajo edhe në sport, edhe në jetë, në ekonomi, çdo kund, ajo e përfshin krejt